Ju përshëndes të gjithëve nga studio e lajmeve në televizionin Klan News. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të radhës. Do të flasim që në fillim për kulturë, mbi fjalë është një shfaqje që sjell në fakt traditën shqiptare në një formë të re dhe bashkohore, ajo ndërthur vallëzimin modern me rituale tradicionale, muzikën karakteristike dhe veshjet popullore të trevave shqiptare, duke krijuar një urë mes të kaluarës dhe të tashmes. Përmes këtij projekti, publiku në fakt ftohet që të reflektojë mbi identitetin kombëtar, por edhe vlerat kulturore që na bashkojnë. Në studio do të jemi me regjisorin dhe koreografin e kësaj shfaqje, me Blenard Azizajn, faleminderit kënaqësi që jemi bashkë për të folur për këtë projekt, është zakonisht shumë interesant. Megjithatë, Blenard, përpara se të vijojmë bisedën bashkë, do doja të ftonim edhe publikun të shihnim një insert, një përmbledhje nga shfaqja për ta komentuar më pas. E ndjekim. Mirë, kuptuam pak a shumë se gjithsesi është e nevojshme shpeshherë të mos ku flasim për një shfaqje të tillë, të kuptojmë dhe ne nëpërmjet imazheve. Si lindi Blenard ideja mbi fjalë? E do besoj një shqiptar që ka jetuar shumë kohë jashtë vendit edhe kërkon të shpërfaq në këtë rast edhe traditën. Në radhë parë, faleminderit për ftesën, e lërsoj. Kënaqësi. Titulli mbi fjalë erdhi nga zemra, jo nga mendja, sepse doja të shfaqja diçka me titull shqiptar. Dhe ky emër mbi fjalë kërkonte një trup që të shprehej dhe të dilte në pa, domethënë. Unë gjithmonë kam pas dëshirë në punët e mia ose vendos dhe elemente folklorike shqiptare, duke marrë parasysh që edhe Imat ka qenë valltar para shumë kohësh dhe mundohem gjithmonë. Që ke pasur në gen. Është në gen, po. S'është larguar kur nga ty. Gjithmonë mundohem të fus elemente folklorike shqiptare dhe që janë këto tematiket. Për shembull, janë dhe këto rritet, në këtë pjesën kam vendosur dhe rrite nga krajinat ndryshme shqiptare, por ajo që mua më intereson dhe shumë sepse zhanri im është zhanër kontemporan dhe doja të ndërlidhja këto dy elemente, domethënë. Ishte hera e parë, le të themi, sepse ti i përket zhanrit bashkohor që ke futur në një vepër tënde, në një punë element të tradicional shqiptar apo jo? Kam pasur dhe herë të tjera të shfaqje. Po jo kaq evident, jo kaq evident. Të dedikuar si thua. Po, kjo ishte mbi fjalë është dedikuar për enkas për elementet kulturore shqiptare. Dhe ka shkuar mirë dhe kërcimtarët janë shumë punëtor dhe dëgjojnë. Kasti që ke zgjedhur janë balerinë, valltar, shqiptar të huaj për të kuptuar dhe ne. Si e ke ndërthurur dhe teknikisht? Shfaqja mbi fjalë është një bashkëpunim midis teatrit eksperimental, teatrit operës dhe baletit dhe Universitetit të Arteve. Domethënë kam zgjedhur tre institucione artistike, janë 3 studentë, është një interpretues, aktor, po edhe kërcimtar mund të them. Është interesante që një koreografi e tillë të shfaqet pikërisht në teatr. Po. Është Nina Muho, e cila është soprano e teatrit operës dhe baletit. Edhe kjo shfaqje është suportuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Po, ishte e vështirë, Blenard, të thuash për ta ndërthurur, sepse ideja në kokë shpeshherë është e qartë për dikë, por realizimi pastaj ka sfidat e veta, realizimin ka shumë element që për të arritur atë iden e qartë që ka. Gjithmonë
kur filloj të krijoj diçka, gjithmonë ato që kenë në mendje dhe ato që shkruan dhe çfarë del në fund fare janë ndryshojnë rrugës, marrin një formë tjetër. Ndryshojnë rrugës gjithmonë. Por këtu më ka inspiruar fakti sepse janë këto elemente dhe unë gjithmonë kam pas shumë dëshirë që të bëj një pjesë të tillë në Shqipëri që të vënë pa të gjitha këto. Dhe ka shkuar mirë, edhe koha, domethënë ka qenë e kam ndar projektin si thonë në dy kohë, domethënë fillova researchin në qershor dhe korrik, pastaj kisha një gap sepse kisha një projekt tjetër në Manchester, në Marina Abramovic, kur kam qenë dhe koreografi pjesë atje, pjesë historike shumë e madhe. Edhe më pas fillova në 1 nëntor provat dhe pjesën e fundit, domethënë përpara premierës. E qartë, për ta kuptuar dhe ne pak më shumë, si ndërthuren këto element tradicional me bashkohorët? Tani unë... Flasim për element natyrisht si muzika, ti punte pak më parë dhe kostumografia është shumë e rëndësishme dhe ne e pam se sa evidente dhe sa prezent ishin këto element. Si ide, kjo gjithmonë, idet janë gjithmonë vështira si fillim, por duke marrë parasysh se u bëra një research me këto vallet folklorike, duke marrë elementet e tyre, unë mundohesha gjithmonë të jepja një tjetër ngjyrë kontemporane. Gjithashtu edhe se ka dhe poezi brenda nga Migjeni, nga Dritëroa Golli, i cili Rafaeli është ai që interpreton, dhe u mundova t'i bëj një mix i cili nuk është dhe aq i lehtë, por gjithmonë kam qejf të rrezikoj. Po nga ana tjetër besoj është përgjegjësi e madhe të ndërhysh në këto element duke i respektuar, njëkohësisht le të themi ajo balanca e famshme, por nga ana tjetër të kesh guximin për t'i shpërfaqur ashtu siç i mendon ti artistikisht. Po. Që e vështirë për ta gjetur këtë? Është e vështirë duke marrë parasysh. Apo punove me njerëzit e duhur sepse është edhe muzika besoj. Dhe muzika është nga Tomor Kuqi, i cili është një djalë nga Kosova shumë i mirë, i cili vendosi disa elemente të lahutës, disa nga këto daullet e veriut. Është e vështirë, ishte pak e vështirë për faktin sepse duhet edhe eksperienca e kërcimtarëve dhe studentëve, domethënë ishte edhe pak e limituar dhe mu desh shumë kohë që të futem më rrënjësisht t'i inspiroj dhe ata të bjen ato ngjyrat e vetë, formën e duhur. Kemi punuar dhe jam megjithmend i lumtur që doli kjo punë me ta, është një... Po, megjithatë, krahas punës tënde artistike ka qenë edhe një hulumtim. Ti e the. Ka pasur surpriza, natyrisht element dhe informacione që ti i ke zbuluar përgjatë rrugtimit të gjithë këtij procesi deri në përmbyllje, le të themi, dhe shfaqjen e veprës. Gjithmonë ka surpriza, gjithmonë, si thash pak më përpara, gjithmonë zbulon. Ke atë iden, po me atë iden mund të zgjedhësh, mund të dalin dhe ngjyra të tjera, që si prisje, domethënë gjatë procesit. Procesi është diçka shumë, për mua procesi punës... Për mirë flas në këtë rast. Gjithmonë për mirë. Procesi është gjithmonë më e rëndësishëm se sa finalja për mua, sepse është ai rrugtimi që është shumë e rëndësishëm. Mëson shumë. Finalja ose produkti në fund, okej, është shumë i rëndësishëm, po procesi është si jeta vetë. Aty mësohesh eksperjenca. Shumë e rëndësishme. Është tërësisht e llogaritur, le të themi parashikuar koreografia apo ka edhe improvizim? Koreografia është e gjithë e përcaktuar, shumë pak improvizim, sigurisht ka dhe gjëra abstrakte, në përqend, vendos dhe gjëra abstrakte në punën time, por besoj që... Gjithë e percepton ashtu si që e ndjen edhe e shikon? Kjo është më se e rëndësishme, sepse çdo person e audiencë që sheh një pjesë arti, duhet të ketë atë mendimin e vetë dhe mënyrën se si e sheh artin, sa mund të kem një ide tjetër dhe ti mund të shikosh komplet. Ndjesit e gjithë secilit janë shumë personale. A ka një narrativ, a ka një histori të veçantë, do të tregosh legjenda, mite apo jo domosdoshmërisht? Jo domosdoshmërisht. Thjesht ishte ky gjithmonë ishte ky miksimi, diçka e re, është diçka e re që nuk është bërë ndonjëherë dhe
kjo nuk ka ndonjë një histori nga fillimi deri në fund. Mund të gjesh shumë histori aty. Mund të shohësh shumë histori. Edhe për mua kjo është okay. Për të folur pak Blenard për muzikën që ke përzgjedhur, çfarë do të luhet, besoj është nga elementët më të rëndësishëm të shfaqje. Muzika... Si është përzgjedhur? Muzika kam punuar bashkë me Tomor Kuqin, i cili jeton në Kosovë dhe punuam pak bashkë, po thosë një javë dhe puna tjetër ka qenë nëpërmjet Zoom calls dhe i jepja informacione ose indicie nga muzikat, nga këto muzikat karakteristike nga folku shqiptar, nga trevat. Edhe i thoja, mund vendosim në diçka tjetër këtu, pak më kryesisht çfarë zonash e keni përzgjedhur muzikën? Veriu, po ka nga jugu, veriu dhe jugu. Po, keni shkuar në dy skajet të Shqipërisë. E njëjta gjë besoj edhe për kostumografinë, veshjet e atyre që do të performojnë, si i keni përzgjedhur? Kostumografi konform edhe që lidhet dhe me ato që do të luhet edhe. Po, kostumografia është ndërtuar nga Sofi Karaj, e cila ka bërë një punë të mrekullueshme. I dërgoja disa foto Sofit nga pikturat ndryshme me ato kostumet shqiptare, me ato karakteristike shqiptare dhe munduam të gjejmë diçka midis kontemporanes dhe për t'ju përshtatur. Blenard, ti e ke, besoj ka një qëllim, edhe ka një mesazh, me sa lexova dhe kuptova për shfaqjen, që tradicionalja është ajo që na identifikon dhe duhet të jetë gjithmonë prezente, pavarësisht bashkohores apo mënyrës se si evolon shoqëria apo mënyra jone jetesës. Beson se nëpërmjet kësaj shfaqjeje duket sikur është edhe një lloj ndërgjegjësimi apo jo? Në këtë rast, ke prekur, besoj, mendjen dhe zemrat e të rinjve dhe si ka qenë interesi deri më tani në këto net që është shfaqur? Po, me këtë shfaqje doja të bien pa të kaluarën me të tashmen. Edhe me këto element besoj që shumë njerëz nga audienca kaluarën e Shqipërisë. Po. Edhe patën reaguan pozitivisht, domethënë edhe në shumë të rinj ishin shumë të prekur sepse ka disa momente nga gjama, elemente nga gjama e burrave ose ka disa elemente tjera nga ato të lek dukagjinit, janë disa elemente që kam zgjedhur që ju bën përshtypje. Besoj dhe uroj që kjo pjesë të shfaqet sa më shumë. Më vonë nuk e di. Dhe të ketë sa më shumë interes. Besoj ka ende në gjykimin e një artisti, koreograf dhe në këtë rast edhe regjisor të kësaj shfaqjeje, që ka ende shumë për të marrë nga rrënjët shqiptare, nga ajo që na identifikon ne për të bërë edhe artin bashkohor. Do të shikosh, të sjellësh edhe shfaqje të tjera me të njëjtin karakter, ose ndoshta edhe të rinj apo artistë të tjerë mund ta shikojnë si një potencial që e kanë aty edhe mund ta shfrytëzojnë? Po ka mundësi, sepse gjithmonë gjërat ndërtohen, arti ndërtohet duke parë dhe punë të tjera artistike nga koreografë ndryshëm ose nga piktorë të ndryshëm, nga skulptorë të ndryshëm, dhe shërbejnë dhe mund të inspirohesh dhe mund të ndërtosh diçka gjithsesi jep identitetin vet, po. Edhe sa ne do të jetë shfaqja dhe si do të jetë rrugtimi? Mendon që do të shfaqet vetëm në kryeqytet apo edhe ndoshta në qytete të tjera të Shqipërisë dhe pse jo përtej kufijve? Shfaqja premiera ishte në datën 15, kishim një datën 16 gjithashtu, sot është natë e fundit për nëntorin. Në dhjetor do ketë sërish, nuk i dim datat akoma, nuk i kemi përcaktuar. Do të rishfaqet. Gjithashtu mundohem ta sjell edhe jashtë shtetit, pse jo, se është një shfaqje megjithënë tani s'mund ta them unë, po është diçka që edhe mua më prek kur e shoh tani nga jashtë si nga distancë. Po si spektator, është diçka e bukur. Uroj që të udhëtoj edhe në Shqipëri në gjitha vendet të teatrit këtu, besoj. Përtej kufijve për të treguar edhe rrënjën dhe traditën e shqiptarëve të ndërthurur kështu në këtë formë të artit bashkohor. Dhe përtej kufijve gjithashtu, po mundohemi, kishim edhe nderin që vinte edhe ky ambasadori gjerman dhe i pëlqeu shumë, domethënë, dhe tha
kam dëshirë ta gjejmë një mënyrë për ta sjellë dhe jashtë shtetit, jashtë në Gjermani. Janë disa opsione të ndryshme që mund. Pse jo? Edhe një pyetje të fundit, çfarë të shtyn si artist të kesh gjithmonë, le të themi, këto forma shprehjesh artistike të tilla, të këtij zhanri, le të themi, që ti përvajson? Në përgjithësi, në zhanrin tim ose kur ndërtoj diçka, mundohem gjithmonë të shfaq atë që është më e madhe ose që e kam pak frikë, mbase s'është ajo e dura. Edhe aty kërkon guxim. Aty kërkon guxim dhe aty është një si tip katharsis. Kur e shfaq. Si tip lindjeje, nuk e di si ta përcaktoj, por është katharsis, mund ta them që vjen nëpërmjet këtyre llojit formave. Nëpërmjet formës së lëvizjes, kërcimi është një diçka shumë magjike. Që është e vështirë, edhe ndoshta nuk I gjen shpeshherë fjalët për ta përshkruar. Blenard, falenderoj shumë që erdhe këtu mëngjes. Je gjithmonë I mirëpritur në Klan News, uroj besoj do kemi edhe projekte të tjera, jo vetëm në Shqipëri, edhe për te. Faleminderit shumë edhe shumë suksese sonte dhe ditë të mbar. Faleminderit.